ونبينا محمد وعلى آله طيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى الجميع الأنبياء الله والمرسلين. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshëm, mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Allahu i madhruar thot në Kur'anin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lejlatil qadr. Wa ma adraka ma lejlatul qadr. Lejlatul qadri khairu min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirëplotit. Ne e kemi zbritur për Kur'anin në natën e Kadrit. E kush mund të shpjegoj ty se ç'është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Engjëjt dhe shpirti me lejen e Zotit të tyre zbresin këtë natë me të gjitha vendimet. Paq është ajo deri në lindjen e agimit. Kjo është surja Begat, sura Qadr, e cila ka zbritur në Mekë dhe ka 5 ajete. Është surja e 97 e Kuranit të shenjtë dhe është prej surave madhështore, e cila flet për natën e Kadrit, nata më e bekuar, në të cilën zbresin pra engjëjt me mëshirë dhe bekime dhe veprat e mira në këtë natë janë më të vlefshme se ato në 1000 muaj. Është një natë e bekuar, natë e paqes, qetësisë, natë e adhurimit, natë e lutjes dhe inshallah Allahu na i pranoft të gjitha lutjet, adhurimet, qoftë në natën e Kadrit apo në të gjithë netët e muajit të Begat të Ramazanit. Sura e Kadr ka shumë mirësi kur ajo lexohet me përqendrim dhe me meditim në ajetet e saj të bekuara. Prej mirësive të leximit të surës Kadr përmendim. E para është për mirësia e parë. Ka shpërblime të pallogaritshme. Pra kur lexohet surja Kadr, ka shpërblime të pallogaritshme. Është transmetuar nga Imam Bakr, paqja qoftë mbi të, se ka thënë: kush e lexon surën Kadr 10 herë pas namazit të sabahut dhe 10 herë në mesditë dhe 10 herë pas ikindis, ky lodh 2000 shkrues për 30 vjet. Pra shkruaj i lodh duke shkruar shpërblimet. Aq shumë shpërblim pra që ka leximi i surës së bekuar, pra sura Kadr. Pra kur lexohet pas sabahut, pas mesditës dhe pas ikindis. Edhe në shqip, kryesore ta kuptojmë atë që lexojmë. Mirësia e dytë e leximit të surës Kadr është se ajo sjell ose fal mëkatet kur lexohet pas abdesit.
Pra, pasi të marrim abdes, në kohën që do të afshim abdesin, të lexojmë, pra, të lezohet sura Qadr. Dhe kur lezohet, pra, pas abdesit, falen të gjitha mëkatet. Për këtë, Imam Ali Riza a.s. ka thënë, çdo besimtar që e lexon inna anzalnahu fi lejletil qadr, pra surën Qadr, gjatë marrjes së abdesit dhe pas tij, del nga mëkatet e tij sikur dita kur e ka lindur nëna e tij. Mirësia e tretë e leximit të surës Qadr është se fal mëkatet dhe e bën lutjen të pranuar kur lezohet në namazet ditore. Imam Jafar Sadiq, paqja qoftë te, ka thënë, kush e lexon inna anzalnahu fi lejletil qadr, surën Qadr, në një namaz farz, pa qoftë në sabahut, apo të vles, i kindis, akshamit apo yatsis. Një thirrës do të tharras, o robi Allahut, Allahut i ka falur mëkatet e kaluara, prandaj fillo punët e mira nga e para. Çfarë mrekullie, çfarë mirësie e madhe, pra. Nëse ne e lexojmë surën Qadr, pra, në një prej namazeve farz ditore, pra Allahu na i fal mëkatet, gjunahat e kaluara. Imam Muhammad Jawad, paqja qoftë te, ka thënë, kush e lexon surën Qadr në një namaz, ai namaz do të ngrihet në Elijin, që është vendi i lartë në qiell, që atje janë të mirët, punë mirët. Do të ngrihet pra në atë vendin e lartë në qiell, i pranuar dhe i shumë fishuar në shpërblimet. Kush e lexon atë, pra, surën Qadr, pastaj lutet, lutja e tij do të ngrihet në Lahul Mahfuz, pllaka e ruajtur, dhe do të pranohet. Çfarë mrekullie, çfarë mirësie e madhe. Pra, kur ne e lexojmë surën Qadr dhe pas saj, pas këtij leximi, lutemi, lutja jonë do të pranohet dhe do të ngrihet në atë Lahul Mahfuz, në atë pllakën e ruajtur. Mirësia e katërt e leximit të surës Qadr është fitimi i mëshirës. Imam Bakr, paqja qoftë te, ka thënë, ai rob që lexon këtë sure 7 herë pas lindjes së diellit, 70 grupe engjësh do të luten për të dhe do t'i kërkojnë mëshirë 70 herë. A ka gjë më e mirë? Të gjithë kemi nevojë për mëshirë. Kjo nuk të lodh. Maksimum 1 minutë. Thuj 2 minuta ta lexosh surën Qadr. Por ama ke 70 grupe engjësh, se sa është numri i cilit grup, Allahu e di. Ke 70 grupe njerëz, engjësh, falni, që luten dhe kërkojnë mëshirë. 70 herë. Pra atë që e lexon surën Qadr, 7 herë pas lindjes së diellit. Mirësia e pestë, leximi i saj, surës Qadr, pas yatsis, sjell mbrojtje deri në mëngjes. Pra nëse e lexon pas namazit yatsis, je i mbrojtur deri në mëngjes. Është transmetuar nga Imam Musa Kadhim, paqja qoftë te, se ka thënë, kush e lexon inna anzalnahu, pa surën Qadr, 7 herë pas namazit të yatsis, do të jetë në mbrojtjen e Allahut deri në mëngjes.
Gjithashtu në librin Al-Burhan është transmetuar nga Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, se ka thënë: kush e lexon këtë surë, pra surën 4, 15 herë pas namazit të Yasis, do të jetë në mbrojtjen e Allahut deri natën tjetër, jo deri në mëngjes, por deri natën tjetër. Dhe kush e lexon atë çdo natë 7 herë, do të jetë i sigurt atë natë deri në agim, deri në kohën e namazit të sabahut. Mirësia e 6. Leximi i surës 4 krijon një dritë. Imam Muhammed Bakr ka thënë: kush e lexon surën 4 11 herë kur shkon të flej, Allahu krijon për të një dritë me mallësinë e hapësirës së qiellit dhe gjerësinë e tij. Dhe kjo dritë shtrihet nga fundi i qiellit deri te perdet e dritës mbi arsh. Në çdo shkallë të saj ndodhen 1000 engjëj, secili me 1000 gjuhë dhe secila gjuhë me 1000 dialekte, të cilët luten për faljen e lexuesit të surës 4 deri në fund të natës. Pastaj Allahu e vendos atë dritë në trupin e tij deri në ditën e gjykimit. Një tjetër për mirësi e madhe. Mirësia e 7 është se sjell siguri dhe mbrojtje kur del nga shtëpia. Nëse lexohet pa 7 herë, para se të dalë nga shtëpia, lexoje 7 herë surën 4 dhe do të kesh siguri dhe mbrojtje. Mirësia e 8. Kur lexohet sura 4, lutjeva ngrihet në Lauhul Mahfuz. Imam Muhammed Jawad ka thënë: kush e lexon këtë surë, pra surën 4, dhe më pas bën një lutje, lutja e tij do të ngrihet te Lauhul Mahfuz dhe do të pranohet. Mirësia e 9. Leximi i surës 4 shton rrezikun, pra furnizimin. Në një hadith është transmetuar se çdo rob, nga Imam Sadiq, paqja qoftë mbi të, është transmetuar se ka thënë: kush e lexon rregullisht këtë surë, pra surën 4, rreziku i tij do t'i vijë nga vendi apo nga vendet që nuk i pret. Mirësia e 10. Leximi i surës 4 është shkak për faljen e të vdekurit. Është transmetuar se çdo rob që viziton varrin e një besimtari dhe lexon surën 4 7 herë, Allahu e fal atë dhe të ndjerin që ndodhet në varr. Mirësiava e 11 është se mirësia e leximit të surës 4 në ditën e xumat. Për këtë Imam Musa Kadhim ka thënë: Allahu ka 1000 mëshira çdo të premte, pra çdo xumat, të cilat i jep ato kujt të dojë nga robët e tij. Kush e lexon Inna anzalnahu fi lejlatil qadr, surën 4, pra në ditën e xumat, 100 herë pasi kindis së ditës së premte, Allahu do t'ja jap të gjitha ato 1000 mëshira dhe madje edhe më shumë se to. Njëri nga arifat, njerëzit e ditur, ka thënë: kush e lexon këtë surë 100 herë në pasditën e së premtes, do të marrë rizq të pastër dhe halal. Sipas një transmetimi tjetër, thuhet se ai që e lexon 100 herë
surën Qadr, pra në këtë kohë pas ikindis, do të marrë 99 mëshira nga Allahu i madhruar. Shumë e shumë dietarë të devotshëm kanë theksuar për rëndësinë e leximit të surës Qadr në natën e xumaz dhe në pasditën e ditës së xumaz, duke e konsideruar jashtëzakonisht të dobishme. Për mirësive të tjera të leximit të surës Qadr është transmetuar nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam se ka thënë: kush e lexon surën Qadr 10 herë, Allahu do t'i afshi 1000 mëkate nga mëkatet e tij. Kush e lexon surën Qadr, do të bëhet i dashur te njerëzit. Kush ka frikë nga një sundimtar dhe e lexon surën Qadr, kur ta shoh fytyrën e tij, do të bizotrojë ndaj tij ndaj sundimtarit. Kush e lexon surën Qadr, kur është në një mosmarrveshje, do të triumfojë. Kush ndërmjetëson me surën Qadr të Allahu i madhruar, ndërmjetësimi i tij do të pranohet dhe do t'i jepet ajo që kërkon. Pra të thuash: o Allah, për hak të surës Qadr, më fal, më mëshiro, më i plotëso dëshirat dhe nevojat. Pra këto që kërkon do të plotësohen inshallah. Është transmetuar nga Imam Muhammed ibn Ali al-Bakr, paqja qoftë mbi të, se ka thënë: kush e lexon me zë të lartë surën Qadr, është sikur ai që ka nxjerrë shpatën e tij në rrugën e Allahut. Kush e lexon surën Qadr në heshtje, është sikur ai që është i mbuluar me gjakun e tij në rrugën e Allahut. Kush e lexon surën Qadr 10 herë, do t'i falen rreth 1000 mëkate nga mëkatet e tij. Pra këto ishin 12 mirësi për mirësive të tjera të kësaj sure të begat, pra surës Qadr, e cila na flet për natën e madhe, natën e Qadrit, për vlerat e saj, për rëndësinë e saj, dhe na thotë se ajo është natë e paqes. Kur ne e ringjallim apo qëndrojmë zgjuar me adhurim në këtë natë, ne mbushim shpirtin tonë me qetësi, me rahati, me paqe. Dhe kjo rahati, kjo qetësi dhe kjo paqe për ne nuk është deri në agim, por vazhdon deri në natën e Qadrit të vitit që vjen inshallah. Allah na mundsoft ta lexojmë fjalën e tij, Kur'anin e shenjtë, të meditojmë në të. Rruga e vetme e shpëtimit sot nga çdo e keqe është kthimi tek fjala e Allahut, te Kur'ani i shenjtë. Të gjitha fatkeqësitë që i kemi sot mbi kokë është se ne jemi larguar nga fjala e Allahut. Ne e kemi braktisur Kur'anin. Thjesht në Kur'anin e kujtojmë në për ceremoni mortore, apo për ndonjë jasin, apo kur duhet të argumentojmë ndonjë ide apo mendim. Kur'ani, të dashur vëllezër dhe motra, është pra libri i jetës. Allahu e ka zbrit në një natë madhështore. Prandaj të jemi të kujdesshëm ndaj Kur'anit. Ta lexojmë, ta kuptojmë, të meditojmë dhe ta zbatojmë atë në jetën tonë të përditshme. Allahu na ndriçoft jetën me dritën e Kur'anit. Allahu ju ruaj dhe ju begatoft ju dhe familjet tuaja kudo që jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju.